Ambasadori i Kosovës në Francë, Muhamedin Kullashi, tha për Radio Televizionin 21 se me njëherë pas sulmit që ndodhi në Paris, kanë ndërmarrë masa të mënjëhershme, duke vënë në dispozicion një numër emergjent për lajmërim të rasteve, nëse ka viktima qytetare nga Kosova. Ne nuk kemi asnjë informatë të konfirmuar nga autoritetet franceze me të cilat jemi në kontakt, me Ministrinë e Punës së Jashtme, Ministrinë e Punës së Brendshme, Ministrinë e Drejtësisë të Francës, nuk kemi po kështu as ndonjë konfirmim nga qytetarët tanë në numrin emergjent që e kemi publikuar më parë, ky numër është 06 41 18 34 dhe 33. Deri më tani nuk kemi konfirmim se ndonjë nga qytetarët e tonë të ketë qenë objekt i kësaj dhunës. Ambasadori Kullashi thotë se sulmet terroriste në Paris e bën situatën të rëndë dhe të pasigurt. Veprimet janë pikërisht bashkëkomunikimi i rregullt me institucionet franceze dhe me ministrinë tonë, pikërisht lidhur me atë që mund të ketë ndodhur me eventualisht me qytetarët tonë, por njëherët edhe për sjellja e situatës e hollësishme e asaj që ndodh prej momentit kur ka shpërthy këto ngjarje. Ne kemi shfaq po kështu edhe ngushëllime zyrtare të lartë franceze si ambasadë, edhe të njëjtën kohë solidaritetin e Kosovës me Francën në këto momente të rënda. Përsëritja e këtyre krimeve terroriste e bën situatën të rëndë, edhe bën situatën të pasigurt. Në atë masa është fjala se civilët kanë qenë objekt i këtyre sulmeve, dhe përgjegjësinë për këtë e dini se ka marrë Daesh. Edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës kanë konfirmuar se janë në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet franceze dhe sipas informacioneve të deritashme të kësaj ministrie, nuk ka konfirmime se ndonjë qytetar i Kosovës ka pësuar nga sulmet në Paris.